Sa mendoni se qëndrojnë deklaratat e prokurorisë se armët Milan Radojčić i mori në Tuzla, pra i bleu dhe nuk janë përfshirë segmentet të ushtrisë apo segmentet të tjera? Deklaratat e zyrtarëve shtetëror të Serbisë, duke filluar nga presidenti Aleksandar Vučić dhe varësit e tij, janë deklarata politike e boshe, për shkak se më askush nuk ju beson atyre deklaratave, për shkak se provat dhe faktet të cilat janë zënë nga ana e institucioneve të sigurisë të Kosovës tregojnë se armët janë të prodhimit serb dhe se armët kanë dalë nga magazinat ose depot e ushtrisë serbe dhe se armët e tilla janë me dionin e varësve të Aleksandar Vučićit dhe se asgjë nuk është e mundur që një armatim i tillë, një arsenal për luftë hibride e frontale nuk do të mund të gjenden nëpër shitore ose nëpër vende ku mund të blihen, por janë armë të ruajtura dhe armë të cilat për çdo javë, çdo fundjavë ose në fillim të javës kontrollohen dhe numërohen nga ana e ushtrisë serbe.